Reagimet shumëta kanë pasuar vendimin e kryesuesit të përkohshëm të Kuvendit për të caktuar seanca konstitutive pas së premtes. Por emëruesi përbashkët i tyre ka qenë tokë fjalësh se vendimi është shkelje e hapur e kushtetutës. Eugen Cakolli nga KDI ka shkruar se obligimi i Avnit Deharit ka qenë thirrja e seancës dhe përfundimi i saj deri në orën 23:59 të së premtes. Ky vendim dhe gjithë kjo sjellje përbëjnë shkelje procedurale, shkelje kushtetuese dhe mosbatim të aktgjykimit të gjykatës kushtetuese. Prandaj, menjëherë pas mesnatës, së paku 10 deputet duhet i drejtohen gjykatës kushtetuese ta kontestojnë vendimin për caktimin e seancës pas afatit dhe mosveprimet e 6 dhe 7 gushtit, si dhe të kërkojnë masë të përkohshme për pezullimin e seancës së nesërme, para orës 11. Ndërsa një paralajmërim konkret ka ardhur nga Partia Demokratike e Kosovës, që veprimin e kanë konsideruar përveç si shkelje të aktgjykimit të gjykatës kushtetuese, edhe si precedent të rrezikshëm për funksionimin e shtetit ligjor. Për Partinë Demokratike të Kosovës, kushtetuta nuk është çështje interpretimi politik, por themeli i rendit demokratik dhe juridik të shtetit. Prandaj, ashtu si në çdo rast kur është cënuar rendi kushtetues, edhe kësaj radhe PDK nuk do të qëndrojë duar kryq. Mbrojtja e kushtetues dhe shtetit të së drejtës është detyrim ndaj qytetarëve dhe ndaj Republikës së Kosovës. Edhe LDK-ja është shprehur e shqetësuar me vendimin që seanca të mbahet nesër pas kalimit të afatit të përcaktuar nga aktgjykimi i gjykatës kushtetuese. Një situatë e tillë rrezikon ta vendosë Republikën e Kosovës në një fazë të paqartësisë kushtetuese e mungesë të plotë të legjitimitetit institucional dhe me pasoja të pariparueshme për funksionimin e rregullt të institucioneve dhe sigurinë juridike në vend. LDK i bën thirrje subjektit të parë parlamentar që në përmbushje të përgjegjësive që i takojnë në këtë proces të mundsojë mbajtjen e seancës së konstituimit sonte dhe përmbylljen e këtij procesi brenda afatit të përcaktuar nga aktgjykimi i gjykatës kushtetuese. Vazhdimi për seancën konstituive u caktua për të shtunën në orën 11 për kundërskadimit të afatit kushtetues para përfundimit të së premtes. Atëherë obligohem që të ndërpres seancën. Për vazhdimin e seancës do të njoftoheni me kohë.